Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Edi Rama e quan absurd vendimin e gjykatës për Ballukun, kryeministri përmend Venecian, pezullimin një antari qeverie cënon rënd balancën e pushteteve. Ilir Ali Mehmeti sqaron lëvizjen brenda Partisë Demokratike, domosdoshmëri për ngritjen e opozitës të aplikohen parimet për të cilat nisi rithemelimi. Tritol në derën e apartamentit në Vlorë, dëm e materiale nga shpërthimi, banesa në pronësi të nënës së Gentian Zotos, i dënuar për atentatin ndaj Ines Hajrullës. Arrestohet 34 vjeçari në Shkodër pasi kishte trajtonte nënën e tij. Rriten në rastet e dhunës në familje, vetëm gjatë këtij viti janë depozituar 350 denoncime. Vjojmë gjërësisht, kryeministri Edi Rama e quan absurd pezullimin nga detyrat të Belinda Ballukut. Madje ai e konsideron vendimin e gjykatës presion të hapur për shkarkimin e numrit 2 të qeverisë, duke përsëritur se nuk ka precedent të ngjashëm në asnjë vend të Bashkimit Evropian. Rama thotë se kushtetuesja duhet të korrigjojë gabimin e rënd. Pezullimi i Belinda Ballukut me vendim të gjykatës së posaçme është cilësuar absurde nga kryeministri Edi Rama, duke e nisur serinë e re të podcastit të tij pikërisht për këtë çështje. Rama citoi dhe reagimin e Komisionit të Venecias, e cila theksoi se ky vendim ka cënuar balancën, duke marrë përsipër kompetenca të cilat nuk i ka. Gjykatat nuk duhet të pezullojnë antarët e qeverisë, sepse duke bërë këtë, së pari cënojnë balancën e pushteteve. Për sa kohë një ministër është figurë politike, pjesë e ekzekutivit, përgjegjës para parlamentit dhe kryeministrit, nëse gjykata e pezullon, ajo praktikisht ndërhyn në punën e qeverisë, ndërron përbërjen e ekzekutivit, merr kompetenca që i takojnë kryeministrit dhe presidentit. Sipas kreut të qeverisë, pezullimi nga detyra e Ballukut është de facto presion për shkarkimin e saj. Pezullimi gjyqësor i ministrit është de facto presion për shkarkimin e tij, duke qenë se kur pezullohet një ministër, nuk pezullohet një individ, po paralizohet e gjithë vendimarrja për një apo më shumë sektor që ministri mund të mbulojë. Dhe kjo është këmbë kryer jo kushtetuese. Duke cilësuar një eksperiment të padëgjuar, Rama u shpreh se precedent të tillë nuk ka pasur në asnjë vend të Bashkimit Evropian. Kjo që kanë bërë në Shqipëri një prokuror dhe një gjykatës duke pezulluar një antar të komitetit qeveritar është një tentativë pa dëgjuar, një eksperiment i papar, një ide pa zhvilluar asnjëherë më parë dhe me sa duket një rrugë pa imagjinuar askund tjetër se mund shkelet nga gjyqësori për të marrë kompetencat e kryeministrit, të presidentit dhe të parlamentit bashkë. Kryeministri u shpreh se beson që gjykata kushtetuese do t'i japë një zgjidhje këtij ngërçi, që tashmë ka lënë vendin pa numrin 2 të qeverisë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar lidhur me qëndrimin e kryeministrit Edi Rama për sa i përket pezullimit të Belinda Ballukut me vendim të gjykatës së posaçme. Me anë të një postimi në Facebook, Berisha pretendon se kreu i qeverisë ka gënjur pasi nuk ka asnjë opinion të Komisionit të Venecias për sa i përket pezullimeve të ministrave nga detyra. Berisha shpreh se pretendimet e tij janë bazuar nga përgjigjet e diellës dhe kjo e fundit i ka dhënë përgjigje negative mbi ekzistencën e këtij reagimi nga Komisioni i Venecias. Gjithashtu, kryedemokrati deklaron se kryeministri vën nën presion gjykatën kushtetuese, e cila do të vendos në datë 2 dhjetor nëse çështja e Ballukut do të kalojë ose jo për gjykim. Lëvizja e Ervin Saljanit dhe eksponentëve më të votuar në primare, por që nuk u bën deputet, ka trazuar ujërat në Partinë Demokratike. Ilir Ali Mehmeti, një prej zërave autoritar, thotë se nisma është domosdoshme në funksion të ringritjes dhe forcimit të opozitës, por ai nuk jep një përgjigje nëse lëvizja është ose jo kundër Berishës. Ilir Ali Mehmeti është një prej figurave kryesore të Partisë Demokratike i cili nuk e ka fshehur mendimin se PD duhet të ndryshojë për të fituar zgjedhjet e për të rikthyer në pushtet. Në një intervistë për Vision Plus, Ali Mehmeti shpjegon se takimi pak ditëve më parë mes tij, Ervin Saljanit e disa prej kandidatëve demokratë që pavarësisht se morën vota, nuk arritën të zgjidhen deputet, synon pikërisht skicimin e rrugës ku duhet ecë forca më e madhe e opozitës.
Sipas Ali Mehmetit, ky takim erdhi për shkak se forumet e Partisë Demokratike, siç është Këshilli Kombëtar, nuk janë mbledhur asnjëherë pas humbjes së zgjedhjeve të 11 majit. Është një takim ndërmjet demokratësh, ndërmjet njerëzve që dëshirojnë që Partia Demokratike të fuqizohet, të forcohet, të arrijë që këtë qeveri që është e kalbur nga koka e këmbët ta hedhë një orë më parë dhe mbi mënyrën se si shkohet aty. Duke qenë se asnjë forum tjetër i Partisë Demokratike nuk na ka thirrur pak të ndjenjën time për diskutuar këto çështje, pra mbi sfidat që kemi pasur në përballjen që kemi pasur 11 maj, mbi ecurinë që mendohet mbrapa e me radhë. Atëherë diskutuam njëri me tjetrin mbi problematikat e ndryshme, mbi mendimet dhe çfarë propozimesh mund t'japim ne, dhe një pjesë propozimesh do t'i çohen kryesisë Partisë Demokratike. Ali Mehmeti shpjegon se nuk kërkon asgjë më shumë se sa zbatimi i parimeve për të cilat nisi rithemelimi i Partisë Demokratike. Unë kam hyrë në Partinë Demokratike, po themi në mënyrë strukturore, në prill të vitit 2022, pikërisht për shkakun se u diskutua hapja, u diskutua një rithemelim, u diskutua një meritokracie me radhë, dhe ne nuk kërkojmë asgjë më shumë se kaq. Pra, në këto linja jemi afruar dhe këto linja kërkojmë që të ndodhin. Deri në këto moment diçka ka ndodhur, por shumë mbetet ende për t'u bërë. Kërkojmë një shpejtim këtyre hapave dhe kërkojmë një riorganizim absolut Partisë Demokratike mbi këto shina. Po çfarë synon kjo lëvizje? A është lëvizje kjo kundër zotit Berisha? Ky është një takim mes demokratësh mbi problemi që na prekin të gjithëve nga i pari tek i fundit. Mbi problemi që ndoshta dikush nuk dëshiron të dëgjojë, ndoshta kjo na jep hapësirën për të dëgjuar, për të folur, për të komunikuar. Mendoj që përmes komunikimit konstruktiv, jo ndërmjet debatit destruktiv, neve mund të arrijmë shumë. Partia Demokratike kështu i ka arritur. Gjithposh ka pas regjime të forta përballë dhe ja ka dalë. Ka hedhur regjime shumë të forta se ky që po kalbet e po bëje vetë. Kështu jemi të sigurt që nëse neve bëjmë një organizim siç duhet brenda, një përfaqësim siç duhet brenda dhe japim drejtën e fjalës dhe komunikimit gjithkujt nga baza deri në nivelet më të larta, dhe të tillë dhe bëjmë përfaqësimin e këtyre njerëzve, Partia Demokratike se ka diskutim fare fitore. Një shpërthim i fuqishëm eksploziv i tronditi lagjen Alidemi në Vlorë pak përpara mesnatës. Tritoli që për fat nuk shkaktoi lëndime në njerëz ishte vendosur në një apartament, pronarja e të cilit mohoi të ketë konflikte. Shtëpia është në pronësi të nënës Gentian Zotos, i dënuar për atentatin ndaj Inez Hajrullës në vitin 2019. Një sasi tritoli shpërtheu në derën e shtëpisë një 63 vjeçare nga Vlora. Sipas informacioneve të policisë, ishte ora 23:40 kur në rrugën Alidemi në lagjen Partizani eksplozivi shpërtheu, por fatmirësisht pas la vetëm dëme materiale. Ndërkaq, pronarja e shtëpisë tregoi për mediat se nuk ka konflikte. Njëve si u quajnë? Vetëm ja. 12 paca. Erdi policia? Po. Ishin këtu me mua gjithë. Ishte shpërtimi i fuqishëm? E dëgjova më shumë botim. Keni pasur konflikte ku keni punuar para? Jo, fare asnjë gjë. Po çfarë mendoni? Po çfarë mendoni që mund ta kemi bërë? Nuk e di. Unë si gjë fare. Jam habitur dhe vet. Bakia Zoto është e ëma e Gentian Zotos, i cili është dënuar për atentatin e 10 majit të 2019 ndaj Inez Hajrullës. Gjykata e apelit e ka shpallur atë fajtor me 35 vjet heqje lirie, si një nga 4 autorët e krimit të mbetur në tentativë. Në momentin kur Inez Hajrulla u qellua me breshëri plumbash ishte në lokal. Kjo ngjarje përfundoi edhe me plagosjen rastësore të një qytetare që ishte duke pirë kafe. Policia e Shkodrës i vuri prangat një të riu i cili ushtronte dhunë në mënyrë të vazhdueshme ndaj nënës së tij. Ndërkohë, aktivistët vërejnë se fenomeni ka marrë përmasa mjaft shqetësuese. Vetëm këtë vit në rang qarku janë bërë mbi 350 denoncime për dhunë në familje. Një 34 vjeçar u arrestua në 24 orët e fundit nga policia e Shkodrës, pasi ushtroi dhunë psikologjike dhe fizike ndaj nënës së tij. Një rast ky i përsëritur sipas policisë vendore, që kreu arrestimin e 34 vjeçarit në fshatin Bleran. Fatkeqësisht rastet e dhunës kanë shënuar rritje këtë vit dhe sipas të dhënave zyrtare, 124 gra janë drejtuar organeve ligjzbatuese ose organizatave që merren me trajtimin e këtij fenomeni në Shkodër. Në total, me rastet e përsëritura, shifra e denoncimeve arrin në 350. Rastet e dhunës në familje janë mjaftueshëm të rrituna. Nga këto raste,
43 raste janë trajtu gratë e fëmijë në strezën e emergjencës, 63 nga këto raste kanë kërku këshillim psikologjik dhe 61 raste kanë marrë këshillimin juridik. Faktorët që ndikojnë në rritjen e dhunës në familje janë të shumtë dhe kërkojnë vëmendje të vazhdueshme nga institucionet dhe komuniteti. Kryesori është mendësia, mënyra se si burrat edhe gratë, djemtë edhe vajzat janë edukuar në familjet e tyre të origjinës. Tendenca zakonisht e burrave për të kontrollu dhe për të vendosur veton e tyre në çështje të ndryshme familjare, pa marrë mendimin e gruas, tendenca për të zgjidh me dhunë problematikat që çdo familje mund të ketë. Ndërsa shënohen 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, thirrja që ju bëhet grave e vajzave është që të mos hezitojnë të kërkojnë ndihmë. Të dhënat zyrtare tregojnë se numri i martesave është ulur, ndërsa divorcet janë shtuar gjatë viteve të fundit. Gratë janë ato që i drejtohen më shumë gjykatave për zgjidhje martese, ndërsa arsyet kryesore janë problemet ekonomike dhe konfliktet në familje. 25 divorce për 100 martese. Janë këto disa nga të dhënat e publikuara nga Instituti Statistikave për vitin 2024, i cili ka shënuar dhe nivelin më të lartë të ndarjeve në raport me martesat. Shifrat ngren pikpyetje mbi stabilitetin e familjes dhe faktorëve të cilët po ndikojnë në ndryshimin e strukturës së saj. Ka shumë kërkesa për divorc dhe kryesisht nga emigrantë cilët kanë familjet konsoliduara me 1, me 2 apo me 3 fëmijë. Kryesisht mosha 50 deri në 60 vjeç janë një grup moshe e cila trajton jashtëzakonisht shumë si aspektet të dhunës në familje ashtu dhe marrëdhëniet ndërprerjes lidhjeve familjare, pra burr-gru. E para është roli dhe fuqizimi i gruas. Gruaja e ditëve të sotme është një grua e cila është më e emancipuar, është më e arsimuar, ka një pavarësi financiare dhe ka përshmëritë e saj në lidhje me partnerin. Arsyet të tjera janë problemet ekonomike në shoqërinë shqiptare, stabiliteti ekonomik. Nga ana ligjore mbetet dominuese prirja që gratë janë ato që nisin procedurat e divorcit. Sipas juristëve, burrat janë më pak të predispozuar të nisin procese gjyqësore, shpesh edhe nga presioni familjar apo kulturor. Palët që hapin divorcin në shumë të rasteve janë gratë të cilat kanë nevoja imediate për sa i takon mirërritjes dhe mirëedukimit të fëmijëve. Më rrallë janë bashkëshortët. Çfarë pasojësh mund të sjellë ky fenomen në të ardhmen dhe çfarë politikash duhet të ndërmerren për të ardhur në ndihmë çifteve të reja? Konflikt i zgjatur për sa i takon kujdestarisë për fëmijët, edhe një mungesë profesionalizmi çon edhe në shkaqet, edhe në tragjedi. Njëkohësisht janë edhe problemet e trajtimit të fëmijëve të mitur, pasi në një divorc mund të kesh foshnja apo mund të kesh edhe fëmijë 17-18 vjeç të adoleshentë të cilët nuk e përtypin as konceptin e divorcit të prindërve. Politikat sociale mbështetëse sa i takon strehimit të familjeve të reja, kredive të buta të tyre, institucioneve këshillimore, paramartësore dhe shumë politika sociale sa i takon jetës familjare kur kanë fëmijë. Ndërkohë të dhënat zyrtare tregojnë se megjithëse divorci po rritet në raport me martesat, numri i përgjithshëm i tyre në 2024 ra me 65 raste krahasuar me vitin 2023, duke arritur në 4100 divorce. Po ashtu regjistruan 16120 martesa me një rënje prej 7.7% krahasuar me një vit më parë. Ktu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.